Përshëndetje të gjithëve dhe të gjithave, mësuesve këtu të pranishme dhe të palodhura të arsimit profesional. Është një ditë e rëndësishme për të folur për çfarë kemi bërë, po mbi të gjitha se çfarë duam të bëjmë në rrugtimin strategjik për punësimin dhe aftësitë. Është një ditë ku ndërkohë 3500 maturant të arsimit profesional kanë sot provime dhe dua t'ju uroj të gjithë atyre sukses në provimet e tyre. Dhe është një ditë kur realisht bilanci është goxha domethënës dhe është shumë inkurajues. Kur ne kemi nisur këtë rrugë, kemi pasur një sistem të arsimit profesional tërësisht të degraduar dhe plotësisht të padobishëm për të rejat dhe të rinjt që shkonin në shkollat e arsimit profesional thjesht dhe vetëm për të mos mbetur pa asnjë mundësi tjetër, por nuk gjenin aty asnjë kusht për të zhvilluar talentin dhe për të marrë zanatin e tyre. Thjesht dhe vetëm gjenin disa mësues që sado të përkushtuar e kishin të pamundur që të bënin mësimin tërheqës, pasi nuk kishte kushte minimale infrastrukture, nuk kishte laborator, nuk kishte asnjë lidhje mes arsimit profesional dhe tregut. Sot situata është krejt ndryshe. Nëse në fillim të këtij rrugtimi nxënësit që shkonin në dyert e arsimit profesional ishin pak më shumë se 10%, sot janë thuajse 20%. Por kjo është një fazë, ndërkohë që nuk është mbritja, sepse synimi ynë është që të kemi 1 në 3 nxënës në arsimin profesional. Fatmirësisht sot mund të flasim edhe për një kapërcim të një muri të lartë paragjykimesh që ishin lidhura me arsimin profesional. Pikërisht sepse dikur arsimi profesional ishte si një rifugjo për nxënësit që kishin rezultate të cilat nuk u jepnin asnjë shans që të shkonin në universitet, megjithëse universitetet ishin me dyert të shqyera nga të 4 anët, sot jemi në kushtet ku arsimi profesional është edhe një zgjedhje. Dhe pikërisht pse funksionon, ne kemi sot një shifër që jo vetëm flet për këtë ndryshim, por dhe inkurajon të tjerë që të kthejnë sy nga arsimi profesional. 63% e atyre që mbarojnë arsimin profesional punësohen. Një pjesë e tyre fillojnë punojnë që më parë fal reformës që kemi bërë dhe përzgjedhjes që kemi bërë për sistemin dual, duke i referuar 2 vendeve apo 3 që kanë realisht nivelet më të admirueshme të mënyrës se si e kanë ngritur arsimin profesional dhe e kanë kthyer në një sistem që garanton ekonominë dhe garanton mirëqenien e tyre. Zvicra, Gjermania dhe Austria. Dhe ka një korelacion shumë interesant midis fuqisë të këtyre vendeve, modelit që ato kanë krijuar në sytë të gjithë botës, po edhe idesë që lidhet me to si vende të pasura, me faktin që janë vende të cilat kanë një përkushtim të madh dhe historik për arsimin profesional. Janë vende në të cilat arsimi profesional është pjesë
integrale e ekonomisë tyre dhe janë vende ku shumë kush që mbaron arsimin personal nuk mbetet thjesht një zanatçi, po kthehet në një sipërmarrës të vogël dhe bën sukses me dijen e tij. Më vjen jashtëzakonisht mirë që ne sot mund të flasim për një fakt dhe një provë konkrete të një bashkëpunimi me pikërisht Zvicrën dhe të një ekselencë të arsimit profesional zviceran, shkollës prestigjioze të turizmit EHG, e cila tani më ka hapur dyert në Shqipëri, duke u binjakëzuar, po është një binjakëzim tërësor, nuk është një binjakëzim simbolik, me shkollën tonë të hotelëri turizmit të Tiranë. 100% e nxënësve të kësaj shkolle janë punësuar. 100% e nxënësve të kësaj shkolle, të cilët sot janë në bankat e shkollës, janë të kontraktuar. Natyrisht që ka nevojë për shumë më tepër, sepse sistemi ynë i industrisë të turizmit është një sistem i ri, por është dhe një sistem i cili është ende largës që një sistem që ofron cilësi. Dhe pikërisht për këtë arsye, të gjithë të interesuarit që kanë investuar në turizëm, ka nevojë për punonjës të kualifikuar të gjitha niveleve. Dua të prek këtu diçka që është bërë një nga barsaletat e ditëve të fundit, lidhur me një zhvillim që ka ngjallur një debat të madh. Ideja që investitorët e huaj vinë në Shqipëri për të ndërtuar rezorte të cilat janë për shumë të pasurit dhe për punonjës nga Pakistani, nga Bangladeshi apo nga Filipinet, sepse duan t'i paguajnë shumë pak, është një ide që nuk ka asnjë lidhje me realitetin. Është gabim i madh që të flitet në këtë mënyrë, edhe është një gënjeshtër e madhe që të mendohet në këtë mënyrë. Spari, ne nuk është se kemi një numër të madh investitorësh të huaj në turizëm. Sapo ka filluar një interesim nga kapitali dhe nga sipërmarrja e huaj për Shqipëri, që lidhet me suksesin e Shqipërisë në turizëm. Deri përpara disa vitesh, ne nuk kemi pasur asnjë interesim, zero, nga kapitali i huaj dhe nga sipërmarrja e huaj për të investuar në turizmin shqiptar. Zero. Pse? Shqipëria ishte po kaq e bukur, natyra shqiptare ishte po kaq e bukur, vizhëria e saj ishte po kaq sa që është sot, në ato zona ku nuk është investuar asgjë, nuk ishte asnjë interesim. I pari interesim që pastaj materializua ishte interesimi për portin turistik të Durrësit. Dhe mbas atij interesimi dhe mbasi u hap rruga atij investimi, ka filluar të ngrihet interesi i kapitalit dhe i sipërmarrjes së huaj për të investuar në turizëm në Shqipëri. Pse? Sepse nuk kishte pikë besimi. Ideja që kapitali i madh dhe që sipërmarrjet e mëdha shkojnë në vende të caktuara për të investuar në turizëm, për të shkatruar ato vende dhe për të shfrytzuar një krah pune të lirë, është një ide e lindur nga padia totale.
sepse është e kundërta. Nuk ka prova që kapitali huaj dhe sipërmarrja prestigjioze ndërkombëtare të ketë luajtur rol në shkatrimin e natyrës apo të jetë shkaktarja kryesore e dëmeve që janë bërë mjedisit. E kundërta është e vërtet. Dëmet mjedisore kanë ardhur gjithmonë dhe në radhë të parë nga faza zhvillimi të cilat kanë qenë të bazuara jo thjesht tek kapitali vendas, por edhe kanë qenë të lidhura me një horizont të mbyllur, lidhur me shumë nga temat komplekse të fushës dhe patjetër kanë qenë të kushzuara nga kostoja e ndërtimit dhe nga çmimi. Po të shikojmë Bregdetin shqiptar sot. Bregdeti shqiptar ka filluar të zhvillohet në golem. Sot është e paimagjinueshme që dikush cili do sipërmarrës vendas të shfaqet në dyert e autoriteteve dhe të propozoj atë lloj zhvillimi. Pse? Sepse ai është një zhvillim tërësisht i papranueshëm, por i lidhur me një kohë kur mundësitë ishin shumë të kufizuara, kur kapitali ishte shumë modest, kur dijet ishin shumë të kufizuara dhe me gjitha kur aftësia vlerëse ishte shumë e kufizuara. Dhe pavarësisht të gjitha problematikave dhe të metave që ka pasur zhvillimi i ndërtimit në fushën e turizmit, gjërat kanë ardhur duke u përmirësuar. Zhvillimet kanë ardhur duke u bërë më cilësore. Kostoja e ndërtimit natyrisht ka ardhur duke u rritur, por dhe çmimi ka ardhur duke u rritur. Dhe vim tek Pakistani dhe tek Bangladeshi. Punojësit. Sot, dhe unë këtë e them me përgjegjësi plot dhe sfidoj çdo që të provoj të kundërtën. Sot, problemi kryesor i industrisë së turizmit nuk është sa të paguaj. Dhe nuk ka në industrinë e turizmit sot. Aty natyrisht flas ku janë bërë investime, aty ku janë hotelet edhe destinacionet e pushimeve. Pyetja nuk është sa të paguaj. Pyetja është ku të gjej punojësin, përkatës, për të gjitha nivelet, që ka edhe zanatin për ta bërë atë punë si duhet. Dhe nëse ndikush më gjen një vend në Bregdetin shqiptar, flas gjithmonë për investimet që janë bërë, nuk flas për situata që mund të jenë në gjysmë informale, flas për hoteleri, ku paguhet më pak se në Greqi. Atëherë unë do detyrohem të rishikoj këtë opinion. Nuk ka. Nuk gjendet një vend Bregdetin shqiptar ku sipas niveleve pagat jetë më ulët se në Greqi.